Prej disa javësh, le të themi, Shqipëria vijon të jetë në sulmin e hakerave iranian. Pas goditjes së sistemit të, le të themi, të kuvendit të Shqipërisë, u godit edhe sistemi i postës së Shqipërisë, ndërkohë së fundmi tashmë është goditur sistemi, le të themi, i drejtësisë apo gjykatës së lartë. Janë dhënë miliona euro për sa i përket sigurisë kibernetike. A ka një justifikim tjetër përveç faktit që këto sisteme nuk kanë qenë në ombrellën e sigurisë kibernetike dhe çfarë po bëhet për të siguruar akoma edhe më shumë apo për të patur akoma më shumë siguri kibernetike për sa i përket institucioneve të rëndësishme dhe të veçanta siç janë edhe ato të drejtësisë? Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt, e vërteta është që të gjitha ataket kibernetike që juve përmendët nuk kanë lënë dëme të pariparueshme, që do të thotë që infrastrukturat tona të sigurisë kibernetike janë të ngritura dhe janë në fuqi. Është për ne është e rëndësishme ajo që sapo thash, pra që të mos ketë dëme të pariparueshme dhe sigurisht që në botën e zhvillimeve të teknologjisë, në botën e zhvillimeve të sistemeve, çka nuk mund të evitohet janë të tilla lloje sulmesh. Ne kemi në monitorim të vazhdueshëm nëpërmjet AKSK-s, që është Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike, të gjithë stafin dhe të gjithë infrastrukturën e dur me qëllim që ne të vëzhgojmë dhe të monitorojmë në kohë reale të gjitha sulmet kibernetike që i drejtohen sistemeve tona dhe do të vazhdojmë të investojmë në këtë drejtim pasi e ardhmja është digjitale dhe sigurisht që luftat e të ardhmes do të jenë luftat digjitale. Dua të theksoj këtu që në fakt në përvlerësimet ndërkombëtare infrastruktura e ngritur në një kohë rekord që mbas sulmit të parë kibernetik nga iranianët të disa viteve më parë është një infrastrukturë e cila është vlerësuar ndërkombëtarisht për nivelet e larta të mbrojtjes dhe nivelet e larta të eficiencës. Klajdi Bodhi, Syri Televizion. Ju thatë që sistemet tona kibernetike kanë rezistuar, ndoshta edhe mund të rezistojnë, por a kemi sigurinë ke sistemet tona të brendshme duke marrë shkas nga një hetim i prokurisë së posaçme në lidhje me skandalin e Akshit, ku një pjesë e dënave janë marrë dhe janë përdorur për interesa personale dhe jo për qëllime shtetërore. Dhe me gjithë të ndryshime për digitalizimin dhe teknologjizimin e administratës shtetërore, sa garanci ka Shqipëria që të dhëna nuk do të merren sërish dhe të përdoren për interesa private? Në radhë të parë, fakti që të dhënat janë përdorur për interes privat është një opinion. Unë nuk jam në dieni të një rezultati të tillë të procesit hetimor që prokuroria e posaçme është duke kryer. Pra nuk mund të themi që ka pasur një përdorim për qëllime personale. Kur prokuroria të dalë me një qëndrim, kur gjykata dalë me qëndrim, atëherë mund ta themi me zë të plot. Ajo që unë mund të them është që siguria kibernetike dhe në Republikën e Shqipërisë është atje, është në monitorim të vazhdueshëm, sulmet kibernetike janë të llojit që janë të zhvilluara gjithmonë me instrumenta të reja dhe ne duhet të garantojmë që nuk ka dëme permanente, por neve nuk mund të ndalojmë sulmet kibernetike. Kjo për sa i përket sigurisë. Për sa i përket sigurisë të dhënave dhe konfidencialitetit në të dhënave dhe përdorimin e të dhënave, ne vitin e kaluar kemi miratuar ligjin e GDPR-it, i cili është një ligj europian, i cili për shpërdorimin e të dhënave apo keq përdorimin e të dhënave ka gjoba shumë të larta për të gjithë ata subjekte që e lejojnë këtë dhe mbi të gjitha unë sapo thash sot që ne miratuam një projekt ligj i cili lidhet me nënshkrimin elektronik, i cili do të rrisë sigurinë e përdorimit të dhënave dhe më tej dhe do të standardizoj standardet e mbajtjes, ruajtjes dhe përdorimit të dhënave në Republikën e Shqipërisë në linjë me standardet e Bashkimit Evropian. Faleminderit. Përshëndetje, sapo kemi miratuar rregulloren për përdorimin e hapësirave publike. Do të adresoj një nga problemet më akute që ne kemi përgjithsisht në komunitete, kur flasim për të drejtën që kanë qytetarët për përdorimin e këtyre hapësirave publike, gjithmonë të mirën e familjeve, por në të njëjtën kohë duke garantuar po ashtu mundësi për sa i përket zhvillimit që subjektet duhet të kenë
nga pikpamja e aktivitetit tregtar. Rregulloria në fakt do të sjellë risi për sa i përket një unifikimi të gjithë praktikave në nivel kombëtar, ku ne tashmë do të kemi rregulla të qarta për sa i përket mënyrës se si mund përdoren hapësirat publike, por po ashtu bashkitë janë tashmë në të njëjtin shtrat për sa i përket sistemit regulativ dhe po ashtu ka specifika të caktuara ku bashkitë do të kenë mundësinë për t'i adresuar ato nëpërmjet vendimeve të Këshillit Bashkiak. Akti është konsultuar gjërësisht, bashkitë kanë qenë pjesë e procesit të miratimit të kësaj rregullore dhe besoj që kjo do të krijojë totalisht një platformë të re për sa i përket menaxhimit të hapësirave publike në territor. Vendimet të ditës sotme, po ashtu referuar paketës male, kemi pasur 4 bashki të reja të cilat sot kanë miratuar zonat prioritare, duke filluar me bashkinë Sarand, Kuçov, Gramsh dhe Tropoj. Ne vazhdojmë të ecim siç kemi qenë çdo javë këtu me bashkitë, të cilat miratojnë zonat e tyre prioritare. Tashmë mund të themi që numri i aplikimeve në territor, edhe për vetë faktin që numri i bashkive po rritet javë pas jave, është edhe më i madh, ka kaluar 500 aplikime. Besoj që edhe në javët në vijim ne kemi një sër bashkisë të cilat janë në proceset përfundimtare të miratimit të zonave prioritare ku ata besojnë që ka nevojë për t'i dhënë prioritet zhvillimit ekonomik lokal në bashkitë e tyre. Zoti Ministër, do i pyes sërish për reformën territoriale, pasi në takimin e zgjeruar të grupit keni prezantuar, zoti Mazniku ka prezantuar dhe 4 variantet për sa i përket të Partisë Socialiste për ndarjen territoriale. A është skenari 3 dhe 4 ku Shqipëria të ndahet në 4 rajone dhe qaqet të shkojnë në zgjedhje të drejtë për drejta versioni i preferuar i socialistëve? Faleminderit. Në fakt në mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar janë diskutuar modele të ndryshme, nuk ka një qëndrim absolutisht nga Partia Socialiste apo nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe aq më tepër brenda komisionit posaçëm. Ne besojmë dhe unë do i referojmë përsëri të njëjtin mesazh që kam thënë gjithmonë, ne duhet të ecim përpara me procesin. Është krejt normale që të gjithë jemi duke analizuar modele të ndryshme, të cilat vetvetiu nuk e kemi shpikur vetëm ne, por ka vende të ndryshme të cilat kanë modele të ndryshme në territor. Kuptohet që ne i referohemi më shumë specifikave që ka Shqipëria dhe aq më tepër sfidave që ne do të kemi përpara. Nuk ka një qëndrim. Kjo është shumë e saktë. Besoj që mbase edhe informacioni që ka dalë nuk ka qenë i plot. Por aty janë diskutuar në parim disa prej kolonave kryesore ku kjo reformë duhet të mbështetet. Dhe besoj që kjo e bën procesin më të shëndetshëm dhe patjetër produkti përfundimtar do të jetë edhe më i mirë. Zoti Demo, i sa mizuar nga Report Televizion, e kam studiuar më herët të rregulloren për përdorimin e hapësirave publike që ka kaluar sot në Këshillin e Ministrave, dhe pyetja ime është që kjo rregullore është hartuar në bazë edhe të fakteve në terren, sepse për shembull një pikë që është për të diskutuar lidhet me trotuarët nëpër qendrat urbane, ku minimalisht duhen 2 metra për trotuar. E vërteta është që çdo njeri nga ne mund ta dëshmojë që Tirana për shembull ka shumë pak trotuare që kanë minimalisht 2 metra për këmbësorët. Cila është zgjidhja që mund të jepet përmes kësaj rregulloreve ose edhe akteve të tjera? Zgjidhja është shumë e qartë. Përparësi kanë qytetarët. Nuk do të thotë që çdo subjekt kudo që të jetë do të ketë mundësinë për të ushtruar një aktivitet caktuar. Dhe besoj që kjo është e mbështetur nga gjithë qytetarët dhe besoj se secili prej nesh në jetën e vet personale. Por ajo çfarë bën rregulloria është që vendos disa parametra në nivel kombëtar, ku ne të kemi të njëjtën garanci për sa i përket ruajtjes së hapësirave publike, por patjetër duke garantuar në të njëjtën kohë dhe mundësinë e shfrytëzimit të tyre ku plotësohen standardet nga subjektet të cilat duan të ushtrojnë një aktivitet caktuar. Por kuptohet që rregulloria në vetvete përfshin edhe elemente të cilët kanë bën me estetikën, me atë çfarë ne patjetër nga pikpamja e po e quajmë mobilimit urban, besoj që jemi të gjithë të interesuar, sepse kudo që ne jetojmë, ne do të preferonim të jetonin në një zonë ku dhe arredimi urban të jetë sa më estetik. Dhe ruajtja e territorit në këndvështrimin e hapësirave publike, kushdo që ushtron aktivitet, duhet garantoj kushtet e sigurisë, por patjetër të ruajë dhe gjitha setet komunitare që ekzistojnë në territor. Zoti Demo, këto ligje rregulluese për hapësirat publike ishin premtuar nga zoti Rama brenda dhjetorit të vitit kaluar. E para pse erdhën 3 muaj me vonesë dhe e dyta a ka dështuar në analizën tuaj
operacioni për lirimin e hapësirave publike, se me sa kemi parë në Tiranë, përveç se janë hequr, le të themi, hapësirat e mbyllura janë bërë të hapura, territoret dhe hapësirat nuk është se janë lijuar. Karriget vijojnë të jenë aty, madje një pjesë tyre janë dhe në zona ku kalojnë banorë, në ambiente pallatesh, në zona tjera që cënojnë dhe kufizimin dhe le të themi lirinë e qytetarëve. Madje ditën e djeshme prokuroria e Tiranës ka dhënë një masë sigurie për drejtor